të dalën nga zgjedhjet e fundit, duhet të demonstron vullnet politik për marrëveshje politike, në asnjë mënyrë të mos lejohet që edhe në këtë rast, në këtë proces të ri, të sillet sikur që doli në fazën e parë të procesit ndërtimit një konsenzusi i cili nuk u arrit, në hapjen e dytë një marrëveshje politike të premtuar që nuk u bë. Dhe për dallimin nga krejta e situatës që nuk prodhoi kur gjë përveç improvizimit një procesit për fillimin e zgjedhjes së presidentit në mesnatë, pak para kalimit afatit ligjor, atëherë i bie që tani këto 34 ditë duhet t'i lexojmë drejt, duhet ta zbatojmë, ta pranojmë dhe ta zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe LDK në këtë rafsh do të sillet me përgjegjësinë më të madhe, sikur që ka dhënë kontributin e vet në kuadër të bashkëpunimit politik. Edhe tani, por duhet ta lexojmë edhe një çështje shumë drejt, nuk duhet më përdor ky rast dhe ky proces për një alibi të re, karshi mundësisë për zgjedhje të reja. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ose duhet ketë angazhim sinqert për marrëveshje politike, në parimet që ndakordu liderët e që në fazën e parë nuk u shkaktu, ose duhet të mirret përgjegjësia atij që i takon. Po. Përgjegjësia e plotit takon partisë parë. A e konstatoi gjykata kushtetuese